Përshëndetje miq, kam vendosur që t'ju prezentoj sot me Ayan Rand dhe burimin e jetës. Një shkrimtare, një filozofe e shekullit e 20, e cila ka lindur në Rusi dhe më pas është larguar për në New York dhe në New Jersey. Pse vendosa t'ju prezentoj me Ayan Rand? Sepse ka ndikuar kaq pozitivisht në mendimet e mia mbi lirinë, mbi pavarësinë dhe mbi forcën time të brendshme. Idetë e saj filozofike dhe historike më kanë bërë mua që unë personalisht të kuptoj rolin të cilin unë kam në shoqëri. Burimi i jetës. Burimi i jetës është një libër me një stil filozofik, me një stil dramatik, i cili bazohet mbi individin krijues. Personazhet janë të fortë, të cilët e duan lirinë dhe arsyen kundër presionit të shoqërisë. Në të është historia e një arkitekti shumë të talentuar, Howard Rock, i cili refuzon që t'ju përshtatet rregullave të shoqërisë. Ai beson se krijimtaria dhe mendimi i pavarur janë më të rëndësishme se mendimet e të tjerëve. Gjithashtu përballet me shumë kundërshtar, të cilët mbështesin konformizmin dhe mediokritetin. Howard Rock has shumë pengesa, por ai vazhdon të qëndrojë besnik i parimeve të veta. Paralelisht zhvillohet dhe historia e tij e dashurisë me Dominic Frankon, një dashuri shumë e thellë, një dashuri pasionante, një përshtatje shumë e mirë karakteresh në libër, e cila bazohet mbi respektin dhe mbi vlerat e njëri tjetrit, vlerat reciproke. Dëshiroj që këtë prezantim ta mbyll me një citim nga autorja që individi krijues udhëhiqet nga nevojat e tij dhe individët të cilët jetojnë për të tjerët udhëhiqen nga nevojat e të tjerëve. Faleminderit.